Të interesuar për procesin e ndërtimit të spitalit të Ferizajt, anëtarët e kuvendit të këtushëm insistuan sot që të marrin një përgjigje konkrete nga i pari komunës, i cili jo si zakonisht qëndroi sot në mbledhje deri në pikën e fundit, pyetje dhe kërkesa. Muharrem Sfarqa i njoftoi këshilltarët e Ferizajt që spitali është futur në buxhetin e vitit 2016 fal deputetëve të LDK-s që vijnë nga komuna Ferizajt. Dhe spitali si projekt është fut në buxhetin e Republikës Kosovës për vitin 2016 fal edhe angazhimit të deputetëve, një pjesë e deputetëve të komunës së Ferizajt, të cilët kanë nënshkruar një amandament i cili është përfill në ligjin për buxhetin. Nënshkrues të atij amandamenti për rritjen e shumës së projektit spitalit, domethënë shumës së paraparë për ndërtimin e spitalit nga buxheti, i cili kap shumën afër 7 milionëve, është produkt i atij amandamenti që është nënshkruar nga grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, nga 4 deputet, nga një deputet nga Shtimja, që është Alis Adriu, dhe nga deputeti i PDAK-s, zoti Danush Ademi. Dhe është aprovuesi i tillë kur ndërtohet, është çështje e Ministrisë së Shëndetësisë. Ne proponojmë që sa më shpejt që të fillojë, aq më mirë do të është për gjithë ne. Por kjo deklaratë bëri që opozitarët ferizajase të interesohen edhe më thellë për këtë proces. Pas përfundimit të mbledhjes, ato dolën me një kundërreagim ndaj Sfarqës. Mimoza Pajaziti dhe Shpresa Azemi nga PDK-ja thanë se kryetari manipuloi edhe me këshilltar, por edhe me qytetar. Faktikisht e gënjeu domethënë opinionin e Ferizajt, domethënë qytetarët e Ferizajt, kryetari Sfarqa, me këtë deklaratë se na shumë mirë dimë se gjithë deputet, sidomos deputetët e Partisë Demokratike dega në Ferizajt që janë në Parlamentin e Kosovës, ne e dim kontributin e tyre se sa kanë punuar këtë drejtim për më ndërtu një spitali në qytetin e Ferizajt, mirë po na interesoi që se domethënë është nënshkruar ky amandament faktikisht sipas informatave shumë të sakta që ka marrë, është domethënë është nënshkruar ky amandament, mirë po më një herë është rikthyr, domethënë është të rjek nënshkrimi i këtij amandamentit. Kështu që los kryetarin të jetë më detajisht informuar e mos t'i gënjej domethënë opinionin Ferizajas se nuk është saktë domethënë kjo çka e tha sot në parlamentin komunal. Ankesa ime është pikërisht me këto, domethënë mos t'i dezinformon qytetarët e Ferizajt edhe mos të manipulon me këto gjona. Për arsye se spitali dihet çfarë niveli duhet me qenë, edhe për çfarë nevoja është. Thjesht ankesa ime është në këtë kontekst. Ndryshe, kryetari Ferizajt nuk njoftoi se për çfarë vlere është nënshkruar amandamenti i buxhetit për vitin 2016 që shkon për ndërtimin e spitalit.